Në episodin e fundit të podcastit East Side Stories, kryeministri Edi Rama dha një intervistë të gjatë mbi integrimin evropian, politikën rajonale dhe ndikimin ndërkombëtar në Shqipëri. Intervista mori vëmendje të madhe, sidomos për komentet e tij mbi Jared Kushner, Alex Soros dhe marrëdhëniet me SBA, duke ndezur debat politik dhe mediatik. Rama, Kushner, Soros dhe mesazhet për SBA. Rama deklaroi se si Jared Kushner ashtu edhe Alex Soros janë miq personal afatgjatë, të pavarur nga politika amerikane. Ai theksoi se investimet dhe miqësitë me ta do të mbijetojnë përtej cikleve politike, duke distancuar marrëdhëniet personale nga preferencat partijake në Washington. Megjithatë, fraza e Ramës se amerikanët i rregullojnë punët me bomba dhe pastaj predikojnë, u interpretua gjerësisht si një thumbim ndaj SBA-ve. Kjo bashkë me tonin e tij sfidues u lexua nga shumë komentues si shenjë presioni të shtuar ndaj tij, duke nxitur dyshimet se marrëdhëniet Rama-Washington po kalojnë në një fazë të ndërlikuar, integrimi evropian dhe çështjet strategjike. Për procesin e antarësimit në BE, Rama e quajti Ballkanin Perëndimor kufi i brendshëm i BE-s dhe theksoi se për arsye sigurie dhe kohezioni integrimi është i pashmangshëm. Ai kujtoi se afati 2030 nuk është premtim formal, por rrjedh nga marrëveshja me Komisionin Evropian për mbylljen e negociatave brenda vitit 2027 dhe 2 vitet e ratifikimit. Në pritshmëritë e antarësimit, Rama u shpreh realist, nuk do të bëhemi Austri për 2 vjet, por argumentoi se antarësimi lidhet me plotësimin e kritereve, jo me perfeksionin institucional. Ai shtoi se negociatat janë një proces transformues unik. Transferim dijeje që asnjë fuqi tjetër as SBA-t nuk e ofrojnë me të njëjtin thellësi. Reforma në drejtësi dhe SPAK-u. Rama tha se dhimbjet që shkakton SPAK-u ishin të pritshme. Ai këmbguli se pavarësia e këtij institucioni nuk do të preket kurrë, megjithse gabimet janë të pashmangshme. Aeroporti i Vlorës dhe kritikat mjedisore. Për çështjen e nartës, Rama këmbgul se aeroporti nuk e dëmton zonën, duke pretenduar se aty ka ekzistuar një pistë më herët, sipas tij vendet duhet të ndërtojnë duke balancuar natyrën me zhvillimin. Politika e jashtme dhe Rusia. Rama mbajti një linjë të qartë pro BE-s, Shqipëria është shumë e vogël për të zgjedhur anë, por gjithsesi, ai vlerësoi se BE duhet të flasë me Rusin dhe jo t'ia delegoj politikën e jashtme SBA-ve. Por rrezikun rus ai u tregua i qetë, duke thënë se Rusia nuk ka kapacitete as ndaj Ukrainës, jo më ndaj BE-s. Fenomenet sociale dhe identiteti fetar. Rama theksoi harmoninë fetare në Shqipëri dhe deklaroi se Europa është feja jon kryesore, duke nënvizuar mbështetjen masive pro BE-s prej 92%. Në thelb, intervista bashkoi promovimin e fortë të integrimit evropian, mbrojtjen e investimeve të profilit të lartë si ato të Kushner, një sfidë koduar ndaj Washingtonit, dhe një sër mesazhesh politike të kalibruara për opinionin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar.